Shumë ka qenë një person karakteristik që na tjertë nuk e kemi në gjastje. Ai ka pas një veti që te ai friga nuk ka ekzistu. Unë shpesh herë kom qortu edhe para luftës, kështu që ai nuk ka ditë më frigu. A ka qenë i martuar, vëllau? Po, ka qenë i martuar, dikun, unë kështu si fëminin më shumë e kom kalu te ai. Edhe më ka thonë, më ka llogarit si fëmijën e vetë. Edhe shoqen e tij i kom thonë nonë, se ai kuptohet, mosha ata kanë qenë vjetër, unë më kanë si fëmijë edhe më kanë përkdhel. Ka pas fëmijë, vëllau? Jo, ajo ka qenë ndoshta aja brenga e tij kryesore, që nuk ka pas fëmijë, edhe sa e kuptoj, sa e di, tash po e kuptoj që ajo e ka mundu. E ka mundu gjithmonë se mu më thëjke ti do të bësh imi, ti do të bësh imi. Është i lindu në vitin 1929. Do me thënë kohën e luftës, a i dikun ka qenë 72 vjeçar. A i si i ri ka punu në minjerën në Kishnicë, pastaj ka punu në qëtë liçenin e Badovësit kur e kanë punu, edhe ma vonë a i ka punu punë fizike, kështu private.